Njësia 10 dhe zona e Vorës në qarkun e Tiranës, në zgjedhjet e 11 majit nuk do të kenë një flet votimi në tavolinë, por do të kenë pajisjet, që do të mundsojnë votën e tyre në mënyrë elektronike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur pajisjet të cilat do të mundsojnë dhe trajnimin e qytetarëve të njësisë 10, të cilët ditën e zgjedhjeve do të votojnë me anë të këtyre pajisjeve. Shembujt ja dhënë me flamujt e shteteve përkatëse si dhe me lojtarët e futbollit, por datën e zgjedhjeve do të jenë subjektet politike si dhe kandidatët në listat e hapura. Shtetet të cilat duken në ekran tregojnë subjektet politike, ku vetëm po të zgjedhësh një prej tyre, do të thotë që ke zgjedhur një subjekt politik. Me konfirmo votën, ti ke bërë zgjedhjen vetëm për partinë politike. Ndërkohë, emrat e lojtarëve në fakt janë të barabarta me emrat e kandidatëve që do të jenë në listë hapur, ku vetëm një prej tyre do të jetë dhe vota për kandidatin në listë hapur. Me premto votën, do të thotë që vota juaj ka përfunduar. Në ekran tregohet subjekti politik dhe kandidati në listë hapur. Për të përfunduar votimin, do të shtypin shenjën përfundo votimin. Votimi elektronik do të kryhet vetëm në njësinë 10 në Tiranë dhe në Vorë. Kjo pasi nuk u gjet dakordësia e subjekteve politike për ta implementuar këtë metodë në kryeqytet apo në qytetin e Durrësit, i cili ishte edhe propozimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.